Ajetet e para të Kuranit. Ishte muaji i Ramazanit, kur Muhamedi a.s. pati arritur moshën 40 vjeç dhe ndodhej në shpellën Hira duke përmendur Allahun dhe duke adhuruar atë, kur i erdhi Xhebraili, paqja qoftë mbi të, me mesazhin profetik dhe zbulesën, revalatën, Aisha radiallahu anha, e cila na tregon hollësisht këtë ngjarje. Në fillim i dërguari Allahut a.s. e ka marrë zbulesën në formë ëndrash të mira. Pra, sa herë që ai shikonte ndonjë ëndër, ajo vinte e qartë si drita e agimit. Më pas, atij i pëlqente të rinte në vetmi. Prandaj, shkonte e rinte i vetëm në shpellën Hira. Aty adhuronte Allahun disa nete dhe për këtë merrte ushqime vete. Pastaj kthehej tek Hatixha dhe merrte ushqime edhe për disa ditë të tjera. Vazhdoi kështu derisa i erdhi e vërteta aty, në shpellën Hira. Profeti ka thënë, vijoj Aisha, më erdhi engjëlli Xhibril dhe më tha, lexo, ju përgjigja, unë nuk di të lexoj. Engjëlli më mori e më shtrëngoi aq fort sa mu zu fryma. Pastaj më lëshoi dhe më tha, lexo. Unë i thash, nuk di të lexoj. Atëherë, engjëlli më kapi e më shtrëngoi përsëri sa desh më mbyti. Pastaj më lëshoi dhe më tha, lexo. Unë i thash, unë nuk di të lexoj. Ai më shtrëngoi për të tretën herë. Pastaj më lëshoi dhe më tha, lexo. Me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi çdo gjë, krijoi njeriun prej një pike gjaku të ngjizur. Lexo, se Zoti yt është më bujari. Ai e mësoi njeriun të shkruaj me penë, i mësoi njeriut atë që nuk e dinte. Surja Alaq 1:5. Me këto ajete, i dërguari Allahut a.s. u kthye duke ju dridhur zemra dhe hyri te Hatixha, bie e Huwailidit radiallahu anhu dhe i tha, mbulom. E mbuluan dhe ai qëndroi ashtu derisa i kaloi frika. Pastaj ai tha Hatixhes, u trëmba. Mos ke frikë, i tha Hatixha, për Zotin, Allahu kur nuk do të turproj ty. Ti e shikon fareflisin, ti i duron vështirësit, i jep atij që nuk ka, ti e mirëpret mikun, ti ndihmon që të vihet në vende drejta. Pastaj Hatixha shkoi te Waraka ibn Esed ibn Abduza, biri i Xhaxhait Hatixhes, i cili ishte i krishterë. Ai shkruante në hebraisht librin. Ai shkruajti prej Ungjillit në hebraisht aq sa dëshiroi Allahu. Në atë kohë, Waraka ishte plakur dhe ishte verbuar. O biri i Xhaxhait tim, i tha Hatixha, dëgjo nga biri i vëllait tënd. Waraka i tha Muhamedit a.s. O biri i vëllait tim, çfarë ke parë? I dërguari Allahut a.s. i tregoi atë që kishte parë në shpellën Hira. Ai është Xhebraili, që Allahu ja zbriti Musait, tha Waraka. Sikur të isha i fuqishëm. Sikur të isha gjallë kur populli yt të nxjerrin ty prej Mekës. Vërtet do të më nxjerrin mua ata? Pyeti i dërguari Allahut a.s. Po, ju kthye Waraka. Çdo njeri që ka ardhur me atë që vjen ti, është luftuar. E në qoftë se do të isha gjallë kur të vinte dita jote, do të ndihmoja sa të mundja. Nuk kaloi shumë kohë dhe Waraka vdiq.